Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Vesa Luma flet për herë të parë për ndarjen nga Big Basta. Për disa javësh, surprizat emocionale kanë mbushur mediat roz me spekulime për një krizë në marrëdhënien mes Vesa Lumës dhe Big Bastës. Çifti që deri tani ka preferuar të mbajë një profil të ulët, po ashtu ka ruajtur privatësinë e tyre përpara zërave të ndryshëm që kanë qarkulluar. Megjithatë, duket se Vesa ka vendosur të thyejë heshtjen duke u përgjigjur një deklarate emocionale të Big Bastës gjatë qëndrimit të tij në fermë. Gjatë një bisede mjaft intime, Big Basta ka zbuluar kuptimin e disa prej tatuazheve që ka në trupin e tij, duke zbuluar një pjesë të botës së tij emocionale. Ai shprehet: "Trëndafili është për djalin, ndërsa këto pikat e Vesës jam Vesa. Kur të bëjmë fëmijën tjetër kismet, do të bëj dhe një trëndafil tjetër." U shpreh ai duke lënë të kuptohet se ndjenja për familjen është shumë e fortë. Për më tepër, një moment me rëndësi erdhi nga Vesa Luma, e cila ka vendosur të komentojë mbi postimin e saj në videon e publikuar, duke përdorur një emoj zemre. Ky reagim i saj duket se është një konfirmim për të gjithë ata që kanë spekuluar për një ndarje mes tyre, duke krijuar një ndjenjë sigurie se marrëdhënia është shumë e fortë. Duke folur mbi marrëdhënien e tyre, është e qartë se Vesa dhe Big Basta kanë ndarë momente të shumta të lumtura, si dhe sfida që përforcojnë lidhjen e tyre. Familja e tyre është ndërtuar mbi besimin dhe përkushtimin ndaj njëri tjetrit. Big Basta, i njohur për natyrën e tij të hapur dhe të sinqertë, ka shprehur gjithashtu një dëshirë për të zgjeruar familjen, duke lënë të kuptohet se mund të kenë plane për një fëmijë tjetër në të ardhmen e afërt. Për më tepër, ky moment thyrje heshtje vjen si një ngjarje e rëndësishme për fansat e çiftit. Në një kohë kur marrëdhëniet publike shpesh faqen si të brishta, ata e kanë demonstruar rëndësinë e komunikimit të hapur dhe dashurisë që i përbëhet sfidave dhe sprovave të jetës së përditshme. Ky episod i fundit i fermës ka shërbyer si një platformë për Big Bastën për të ndarë ndjenjat e tij. Një nga mësimet më të rëndësishme që ai theksoi ishte se dashuria nuk është vetëm për të ndarë momente gëzimi, por edhe për të kaluar së bashku sfida. Kjo i bën më të fortë. Me kalimin e kohës, ndjenja e dashurisë së madhe mes Vesa Lumës dhe Big Bastës vetëm sa duket se thellohet më shumë. Fansat e tyre pohojnë se çdo moment është një dëshmi e fortë se përkushtimi dhe dashuria janë bazat e çdo marrëdhënie të suksesshme. Arti dhe ndjenja janë ato që i bashkojnë, duke i bërë një çift i dashur për publikun.